Pashkët katolike, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit liturgjik të krishterë, festohen sot edhe nga miliona besimtarë në mbar botën. Ceremonia kryesore u zhvillua në Vatikan, ku mijëra besimtarë kishin mbushur sheshin e Shën Pjetrit për të ndjekur ceremoninë e drejtuar nga Papa Leoni. Në mesazhin e tij, kreu i Kishës Katolike i bëri thirrje udhëheqësve të botës që t'japin fund konflikteve dhe të braktisin çdo skem për pushtet, pushtim apo dominim. Ata që kanë armë, le t'i lënë ato. Ata që kanë fuqinë për të nisur luftra, le të zgjedhin paqen. Ati i shenjtë nuk përmendi ndonjë konflikt specifik në mesazhin të njohur si bekimi Urbi et Orbi, por më herët Papa i parë amerikan është shprehur kundër luftës në Iran. Kjo e diel shënoi Pashkën e parë të Leonit si pap. Festa u kremtua edhe në zonat e përfshira nga lufta në lindjen e mesme. Pavarësisht për shkallëzimit të sulmeve izraelite, në Liban u përkujtua lindja e Jezusit. Patriarku Latin i Jeruzalemit gjithashtu drejtoi lutjet e së dielës së Pashkëve në varrin e shenjtë në Jeruzalem mes kufizimeve të grumbullimeve. Në Europë, besimtarët morën pjesë në mesha dhe procesione tradicionale, ndërsa familjet u mblodhen për të festuar së bashku të dielën e shenjtë. Edhe në vende të tjera të botës, nga Amerika deri në Azi dhe Afrikë, komunitetet katolike kremtuan Pashkën.